Pastrojeni toksinat dhe ulni kolesterolin. Ju duhen vetëm bamjet, ujë dhe ky sekret i vogël. Ju mund të rregulloni nivelet e sheqerit në gjak duke bërë diçka kaq të thjeshtë. Do t'ju duhet të lani dhe më pas të prisni 4 bamje të freskëta dhe t'i vendosni ato në një enë me ujë për 10 orë. Më pas, me stomakun bosh pini ujin dhe kjo do t'ju ndihmoj shumë të shmangni akumulimin e ushqimit gjatë ditës dhe të rregulloni nivelin e sheqerit në gjak duke mbajtur larg toksinat.